Na shqiptarët devën hesap se bajmë, veç e dim rritet në Arabi, e Arab edhe kry, kjo është mentaliteti jonë. Ty si musliman po të folë o musliman, thot Allahu Azza wa Jall wal budna ja'alnaha lakum min sha'irillah. Devën e kena ba prej dispozitave të Allahut Azza wa Jall. Ti si musliman nga, nuk po të foli ty i cili nuk e don fen, ty i cili e don fen po të foli. Paramendohesh këta o musliman. Ti don me i tregu dikujna se sa i madhreshëm është Allahu Azza wa Jall, se çfarë krijimi ka ba Allahu Azza wa Jall. Çka përmend? E përmend qiejt, tokën, përmend krijesa boll, ama te devja nuk shkon menja. Nga që thot Allahu Azza wa Jall, afala yanzuruna ila al-ibil, a nuk e këshirin devën se çysh është kriju e para, devja. Wa ila as-sama, a nuk e këshirin qiellin çysh është ngrit? Wa ila al-jibali kayfa nusibat, a nuk i këshirin kodrat se si o ngolit, as e këshirin tokën se si o shtri, mirë po me çka ka fillu? Me devën. Se shohin devën që është kriju? Ti paramendohe, me dashtimi i ka zu dikujnë e thu, a nuk e këshirin qiellin, se shohin kodrat, se shohin tokën, te devja as që na shkon menja neve o musliman. Ama Allahu Azza wa Jalla ka përmenzit parën, as se shohin devën. Devja është jashtëzakonisht e çuditshme o musliman. Njani për njerëzve e ka vetë njëherë Muhammedin alayhi salam i ka thonë ja Rasulullah, nëse gjaj diçka, e gjaj një gjësant, çka me ba me ta? Ka thonë Muhammedi alayhi salam, merre maje, edhe lype vllahun tan një vjet. E nëse gjan jep ja vllahu tan, e nëse se gjan jep e sadaka. Për shembull e gjan një orë, e ngjet, edhe ju kallzon te xhamia që e kom gjet këtë orën, a njehen e kush në muslimani i cili ka hub, një vjet e man, nuk lajmërohet kërkush, atëre jap sadaka. Të në ky pyetje ka vetë ka thonë Rasulullah, delet nëse gjaj. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, i merr çan më herë të shtëpia, i ngujan, i mshel. Por shkak se ato ose janë tuat, ose i merr ti, ose i merr uki, i çan të shtëpia mas pari, tani fillon me lyp vllahun tan, i cili ka hub. Njëjt. Tani ky pyetje ka thonë ja Rasulullah, e një deve, se gjaj devën, çka më bë me ta? Ka thonë Muhammedi alayhi salam, çka ki të bajti me devën e humbur? Edhe ju ka kuq fytyra. Çka ki të bajti me devën e humbur? Çka po të lidh me ta? Thot Allahu Azza wa Jall, wa idha al-'isharu uttilat, kur devja me bar, devja me deve mrena, domethënë me deve mbark, kur një deve e till jet pa çoban, atë për të kiametin, shka për derdhet ma, gjithë shkafi, kur devja jet pa çoban, domethënë nuk e intereson kërkojna për devën, por shkak se njohin devën. Argument të themud e ka dërgu Allahu Azza wa Jall deve. Ju ka thonë Rasulullah, lene, mos e prekni, lene veç të hanë, mos e prekni, fa e karuhe, e kanë therë. Jani për njerëzve ma të poshtrum ditën e gjykimit, është ai i cili ka therë këtë deve. E çuditshme, nga musliman për me kanë me qartë, thot Muhammedi alayhi salam, a nuk do në njani për juve me dalë në kopshtin e tina, edhe kur të kthehet, më kthy me dy deve çnosha. Ju ka thonë sahabe ata fukarallak, kanë thonë gjithsesi ja Rasulullah. Ka thonë Muhammedi alayhi salam, me shku në njani për juve në xhami, me i mësu ose me i lexu 2 ajete, është sa 2 deve, 3 ajete sa 3 deve, 4 ajete sa 4 deve. Edhe sot lexoni ajete çash deve. Ama ajete dhe deve pse? Çka na u lidh këtë devja? Çka është puna e deves? Tani ka thonë Muhammedi alayhi salam, ai që shkon herët në xhami, sa një deve, e keni këtë hadith, fiton një deve, çka po na lidhet devja musliman? Nga musliman, devja është ujë, simbol i ujit është devja. Thot Allahu Azza wa Jall, walau istaqamu ala at-tariqa, sikur të rrin njerëzit në siratul mustaqim, ju jep Allahu Azza wa Jall ujë. Çka jep? Ujë. E uji është simboli i jetës. Uji është simboli i jetës, e simbol i ujit është devja. Tash e kuptove pak e shumë devën. Domethënë, kur të preshti kurban një deve, është sikur kur i thua Allahu Azza wa Jall, e pres simbolin e jetës tam, e pres jetën tam, e pres për ty. Kjo është devja. Për çfarë po kam qef më u fol në këtë kohë për devën, për shkak se është me rëndësi me ditë musliman se çfarë vlere ka me prej një deve kurban. E di që është e vështirë me gjetë, ama s'paki me njofë si temë, e lusim Allahun Azza wa Jall me në lehtësu, po besoj që ke e qartë, edhe pse u munova sa më shkurt që është e mundshme për shkak të kohës ju, mua ban Allah. Selam aleikum.